Unë jam Ajet Metaj me profesion taksist. Zgjodha makinën ID4, viti 2025, e kam marrë para 3 muajsh, 4 muajsh dhe jam shumë i kënaqur për kësaj makine. Autonomia është 601 km. Makinën u sprita, erdha pa e vizitova koncesionarin, e pash makinën në salon, e pronontova sipas rregullave që ka koncesionari. Pjesa e leasingut ishte shumë e shpejt, s'kishte asnjë lloj problemi, sepse unë jam në biznes, paguaj tava, kam licencë, vetëm me paraqitjen e licencës, edhe dokumentat personale tona dhe licenca edhe leasingu u krye me sukses. Po pjesa e kostove është nata me ditën në krahasim me karburantin. Më përpara kur makinën me karburant, unë harxoja diku ke 700.000 lekë të vjetra në karburant. Kurse tani me makinën elektrike harxoj diku ke 80 ose 90.000 lekë të vjetra. Korrent. Kjo është kosto që unë paguaj tani në muaj. Makina elektrike ka ato të veta, domethënë që do atë kujdesin e veçantë, se jo si makina me naftë shumë, kjo ka një gjë që do të hetësh me parametrat që i kërkon. Nëse do të arrish që të nxjerrë kilometrat e veta. Kjo zakonisht e ka të 80 deri 90 km, domethënë me het konstant, i nxjerr kilometrat pothuajse 100%. Në rast pasaj se ti je më shpejt, normalisht që harxhon më shumë. Sa më shumë gaz të japësh, më shumë harxhon korrent. Shumë e thjeshtë në krahasim me makinën me naftë, ju shihni vetë, domethënë që është komode, as gjurmë, as jesi në avion.